dëgjoni këtë? Çfarë? Lere fare. Po të shion toka jote ngrirë, Ola? Unë thjesht po jetoj ëndrën, Ana. Sa do doja që kjo të zgjaste për gjithmonë. Por ndryshimi na përqesh me bukurinë e tij. Si the? Të më falësh, pjekuria po më bën poetik. Më thuaj ti që je më e madhe dhe i gjithë ditur. A pyet ndonjëherë veten për nocionin asgjë nuk është e përhershme? Jo. Vërtet? Wow, unë mezi presa të plakem si ti që të mos vras mendjen për gjëra të rëndësishme. Nuk dua të them këtë gjë. Unë nuk shqetësohem sepse... E po ja, unë të kam ty. Edhe Elsën, edhe Kristofin, edhe Svenin, edhe portat janë hapur komplet. Nuk jam më vetëm unë. Luan! Ariu I përhim! Një përbindës, një fytyrë e zemëruar. Hansi! Një përbindesh mali jeti. Gabimi më I madh I jetës tënde. Ai as nuk të pudhi! I keqi! Aty afër I Në shkuar. rregull, Ola, frada jote. Në rregull. Tani që di të lexoj, është edhe më e lehtë. Raundi I radhës, djemt kundër vajzave. Mirë pra, jam gati. Fillo. Një prirësh. Akullore. Kështjell. O akeni. Heni. Mi. Oh, Elsa! Nuk mendoj se Olafi duhet të ndryshoj radhën. Nuk ka rëndësi, kjo ka për të qenë e lehtë. 2 motra me një mendje. Faleminderit. Në rregull, le të fillojmë. Do t'ja dalësh, Elsa. Fillo pra, vetëm bëje me trup. Asgjë. Ajër, pem, njerëz, verës. Kjo nuk është fjalë. O, djeli me lopat, dhëmbët. O, të lash henët. Ariu Polar. Hey, Më fal. po më jep një ndim. E alarmuar. Është përqendruar. E mrakosur? Në panik? E shqetësuar. O, të lutem, ti dukesh vërtet e shqetësuar. Fituam ne. Luajmë prap? Oh, e di çfarë? Më mirë ta lë me kaq. A ndihesh mirë? Thjesht pak e lodhur. Natën e mirë. Po, edhe unë jam I lodhur. Dhe Sveni premtoi të më lexonte një porrall përpara gjumit. Apo jo, Sven? Të premtova? Oh, ti bën zërat në mënyrë të mrekullueshme. Si atëherë kur bën sikur je Kristofi edhe thua. Tani duhet të shkoj të flas me disa kur për fëmirin time dhe të tjera. Si thoni që ju djemat të vazhdoni pa mua? A të duk që e çuditshme Elsa ty? Jo, më duk si Elsa. Ajo fjala e fundit, sikur e trazoi shumë. Cila ishte? Nuk e di, Jo, nuk e... jo, Unë nuk e di, por... Akull. O, po s'ka mundsi. Akullin nuk bënte dot ajo. Më mirë po shkoj ta kontrolloj. Faleminderit zemër. Të dua. Edhe unë të dua. E po s'ka gjë. Mund të hysh. Po. Ka një problem. E ke ti? Jo, ti e ke. Ke vënë shallin e mamit. Ti e bën gjithmonë këtë kur ka problem. Mos të lënduam gjë ndjenjat. Më vjen shumë keq, po ta kemi bërë. E di shumë pak njerëz din të luajnë mirë lojrat në familje. Ky është thjesht fakti. Jo, nuk është kjo. Po çfarë ka atëherë? Është një... Thjesht nuk dua t'i shkatroj gjërat. Çfarë gjërash? Ti po drejton mirë. O, Elsa, kur do ta shohësh veten tënde ashtu siç të shikoj unë? Çfarë do të bëja unë pa ty? Mua do më kesh gjithnjë?